Tani, e thashtë dhe njerë, ne jemi në agendën ose në epokën e ti. Opozita mundet, pra me hyje, me qenë faktar, me marrë edhe fatin e vendit në dorë, duke pas një kontrat mes vete edhe një kandidatur për president. Nëse dikush nga opozita e merë mbështetjen e opozitës, gjithsesi që do ta mbështesja, nëse do t'ishe i propozu, do t'a shqyrtojqa. Pra, nuk jam kandidat, nuk kam kushte, nuk kam kërkes për asken, ne nuk bëhemi pjesë qeverisjes ose vazhdimit qeverisjes Kurti, se e kënë shpjegu disa herë sa e damshme edhe sa humse është për Kosovën. Po, e thashtë dhe njerë, përdej sa VV nuk bjen në 40%, do t'jetojmë në epokën Kurti, në agendën Kurti, në eksperimentin Kurti. Mujmë me pengu këte, mujmë me ndryshu, vetëm nëse bëhemi bashkë opozita. Faleminderit, pastor.